إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahu xhalla xhelaluhu, vetëm ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë në këtë ditë madhështore ja dërgojmë të dashurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij, shokëve të Tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre më të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, sot në këtë hutbë të shkurtë dëshiroj që të flas për diçka jashtë zakonisht e rëndësishme, për një çështje e cila e mbush zemrën me pikëllim dhe I mbush syt me lotim, edhe se me të vërtet trazon shpirtat e çdo muslimoni të sinqert. Në këto dita dhe në këtë kohë, në këtë zaman që na e jetojmë, edhe se me të vërtet në këto dita shikojmë se Islami jon, feja jon është duke u përbuzur, urdhrat e fesë tonë janë duke u përbuzur, pasuesit e Islamit, muslimanët janë duke u torturuar, gjaki I muslimanëve është duke u derdhur mizërisht, fëmijët e muslimanëve duke u mbytur, burrat dhe gratë e muslimanëve duke u shfaruar, vendi I tyre duke u uzurpuar, edhe se gjithë bota është vetëm duke shikuar, por e verbruar, duke qëndruar në heshtje ndaj gjithë këtij gjenocidi të madh dhe shfarimit të madh të një pjesës së vogël të muslimanëve, të një vendi shumë të vogël I cili qëndron me emrin Gaza. Me të vërtetë se të gjithë na si ummet jemi duke qëndruar me një gjendje si të paralizuar dhe jemi bërë për fat keq si ummet I cili vetëm qëndrojmë si spektator, duke shikuar derdhjen e gjakut çdo ditë, dhe se nuk ndikon në zemrat tona të cilët kanë vdekur, dhe ndjenjat tona të cilët janë tretur, edhe se me të vërtet bile shikojmë dhe në vend që të ngresh zërin ndaj këtij zullumi të zullumçarëve, ndaj këtij okupatori I cili ai e përkomb gjithë këtë nder të muslimanëve edhe ushtron gjenocidin e madh te ky ummet dhe te këto vëllezër musliman, del ndoshta dikush I cili në vend që të ngren zërin që ai të mohon dhe ai të e denoncon këtë zullum të madh të këtij zullumçari,
përkundrazi e përkrah gjenocidin e ushtruar të kjo pjesë e dobët e muslimanëve, të njerëzit e pafajshëm të cilët për çdo ditë i shohim derdhjen e gjakit të tyre. Për çdo ditë shohim se ato po shfarosen i madh dhe i vogël. Edhe se me të vërtetë kjo ngjall një ndjenjë te ummeti islam, po ngjall dhe një ndjenjë dhe te çdo njeri i cili ka ndjenja njerëzore. Derisa kur u bashkuan tash frik në mbledhjen e UKB-s për mbledhjen e shqyrtimit të drejtave njerëzore, një grup i madh i shteteve, të gjitha ato kenë ata të cilët nuk e përkrahën zullumin dhe kenë pro këtyre njerëzve të shtypur për të ndihmuar, përveç 2 shteteve o vëllezër, dhe se njëri prej tyre a dini se cili ke prej shteteve të cilët a i ke pro gjenocidit dhe zullumit, për fatkeq shteti jon i Maqedonisë së Veriut. Dhe përfaqësues të jetë një shqiptar i cili e përfaqëson një popull të cilët na jemi banorët e këtij shteti. Ai përfaqëson këtë ummet të cilët janë me mira musliman. E ti të dalish në përkarje të zullumit dhe të gjenocidit, edhe të jesh njëri nga ndihmusit, ai tjetri del merr medaljet nga zullumi i zullumçarëve, nga ato okupatorët gjakpirsa të cilët nuk ngihen duke i shfarosur muslimanët, dhe ti mendon si shqiptar se do të nderon një zullumçar, vetëm nëse jepet momenti ta bën dhe më keq dhe më zi, e të del një shqiptar i cili ende varrat e plagave tona o vëllezër i kemi të pashëruar nga armiku, ti të përkrahish zullumin e gjenocidit të madh me të cilën e bën një okupator. Kjo me të vërtetë se është turp o vëllezër, dhe se është një ndihmes, një anim që ti të anosh nga zullumi i madh i këtij zullumçari. E kurse Allahu xhelle xhelaluhu na ka tërhequr vërejtjen në Kur'an që mos të jesh anus nga ata të cilët bojnë zullum, nga ata të cilët ushtrojnë zullum dhe gjenocid të atyre të cilët janë të paaft dhe janë me forcë të dobësuar dhe janë të shtypur, nuk kanë mundësi, ata të dobtit të cilët nuk kanë mbështetje kund përveç Allahut xhelle xhelaluhu. E ti vetëm një ndjenjë njerëzore të kish që ti spaku të livrit, ajo ndjenjë e mos të jesh nga dasharuesit e atyre zullumçarëve, mos të jesh nga anuesit e këtij zullumi. Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an na ka tërhequr vërejtjen o vëllezër. Ti i cili përfaqëson ummet, përfaqëson shtet, edhe i përfaqëson me mira musliman në atë shtet, e ti të dalësh dhe pastaj të përkrahish dhe ti të i përfaqësosh gjithë ata të cilët nuk janë të kënaqur në përkrahjen e zullumit, ti të dalësh dhe të përkrahish zullumin. Ja u ke lejuar njerëzve tu dënimin e zjarrit të xhehenemit. Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an në surën Hud na tërhoq këtë vërejtje duke thonë: "Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar." Mos anoni nga ata të cilët bëjnë zullum, e që t'ju prek zjarri, e t'ju kap zjarri edhe dënimi Allahu xhelle xhelaluhu, mos të gjeni pastaj ndihmues jashtë Allahu xhelle xhelaluhu. Mos gjesh kush të ndihmon, të jesh nga ata anuesit, apo spoku të jesh nga ata ndihmuesit, në vend që të denoncojsh këtë zullum, ti të dalësh dhe të përkrahish atë zullum. Kjo me të vërtetë o vëllezër, në fen islam edhe në të gjitha fet, është se nuk guxon një zullumçar të përkrahet në momentin e të dobtit kur ai shtypet. Të gjithë që kanë ndjenja njerëzore, këto nuk e pranojnë. Edhe e din se ti ja lejon vendit ton dhe popullit ton dënimin e Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe nëse nuk jenë gjendje që ti ta shprehish denoncimin,
kundër atij zullumçarit, ta dish se ati umeti mo ju është dhënë lam të mira ati umeti. Siç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon hadithin që transmeton Hakimin Mustadrakun e tij dhe të tjerët nga Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Idha ra'aita ummati tuhabu adh-dhalim, an taqula lahu anta adh-dhalim, faqad tuwaddi'a minhum." Nëse e sheh ummetin tim, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke ju friguar një zullumçarit, të vjen momenti dhe gjendja që të frigohet, të i thot zullumçarit: "Anta dhalim", ti je zullumçar, tha le ta din atëherë se ju është dhënë lumturia ati umeti. Lam të mira ati umeti, më fal. Ju është dhënë lam të mira ati umeti. Që Allahu xhel xelaluhu ta lën atë umet pas një vlerë pastaj. Nuk dihet se kur e kap dënimi Allahu xhel xelaluhu. Dhe mos të ketë pesha ju umet. Mos të ketë vlera ju umet, si ekzistoj, si nuk ekzistoj. Dhe se me të vërtetë, vëllezër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka potencuar se ngritja e një umetit është atëherë kur ata japin krahun e ndihmesës atij të dobtit, duke marrë hakun nga i forti. Dhe se zullumi dhe gjenocidi i madh edhe shfarosja e cila ndodh te muslimanët, një ditë do të pyetet dikush për ta. Edhe do të përgjigjet çdo dorë dhe çdo kom kur do të del te Allahu xhel xelaluhu për çdo tradhtar që ka tradhuar. Dëgjoni se çka na transmeton Ibn Hibani dhe Ibn Majah nga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, i cili tha se kur erdhën muhaxhirët të cilët kishin pas bërë hijret dhe kishin pas ikur dhe kishin pas shkuar nga torturat e mëdha të Mekës, në fillim të Islamit që ishin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ato ikën në tokën e Habeshes, në Abesinia, atje ku ishte një njeri i cili ishte udhëheqës i umetit të tij dhe popullit të tij, por ishte krishter, po ai nuk i bonte zullum njerëzve dhe nuk i bonte padrejti. Pejgamberi Allahut i drejtoi që të shkojnë atje të strehohen muslimanët e torturuar. E kur shkuan atje, ja u dha krahun e ndihmesës. Mirë, po kur kthyen në Medinë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi Allahut na tregoi, vëllezër, siç tha Jabir ibn Abdullah, tha kur kthyen i pyeti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Valla ka dikush prej jush që qëndruhet në tokën e Abesinis atje, që të na tregon ndonjë ndodhi e çuditshme që keni parë atje, diçka më e çuditshme?" Thanë një grup të rinjëve: "O i dërguari i Allahut, një herët patëm qenë ulur me një vend dhe kaloi një plak nga të vjetrat e tyre. E kishte vendosur një enë, apo të na i thojshmi sigur ato shtomat e botës që i kanë mbajtur më herët. Tha një enë me ujë në kokën e saj, dhe ajo duke ecur në rrugë vjen një djalë i ri, e vendos dorën e tij në shpatullat e saja dhe e shtyn atë dhe bjen në gjunjtë e saja, i bjen ena e ujit dhe i thehet. E pastaj tha kur u ngrit ajo, u kthye nga i daloshi ta shikon, edhe i drejtohet duke i thënë atij: "Fa se ta'lamu ya Ghudar, do ta kuptosh një ditë o ti tradhtar, kur do të vendos Allahu xhel xelaluhu kursien e tij, në ditën kur do të i të bën të parit dhe të fundit për të i gjykuar Allahu xhel xelaluhu në ditën e gjykimit. Tha do ta kuptosh atëherë çështjen time dhe tënden, se ku do të gjesh ikjet e Allahu xhel xelaluhu në të parit dhe të fundit, të gjithë para Allahut për të gjykuar." Tha kur të fol dora dhe koma për atë të cilin e kanë vepruar. Dhe se kjo ishte nga dhimbja e madhe që ju bo zullum se i plake, e shprehu, kur e ndëgjoj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më vëllezër, tha: "Sadakat, thumme sadakat." Tha vallahi e ka thonë të vërtetën, me të vërtetë se e ka thonë të vërtetën. Tha si du ta ngrenë vlerësimin e një populli Allahu xhel xelaluhu, kur ata nuk janë gjendje që të marrin hakun e të dobtit nga i forti. Humb ai popull vlerësimi i tij dhe jepet lamtumira e tij. Nëse ai është në atë gjendje që ai nuk ka mundësi ta ndihmon, po mos vallë të jetë dhe për krahës i zullumit. Për arsye se Allahu xhel xelaluhu tha është shumë afër që ta kaplon ato me dënim. Edhe se vetëm për krahë, vëllezër, nëse hesh dhe nuk i dhrohesh me hidhrimin e Allahut, të kap dënimi Allahu xhel xelaluhu. Hadithin që transmeton Abu Davudi dhe Tirmidhiu nga Abu Bekr radhiyallahu anhu,
tha inna an-nasa idha ra'u adh-dhalim falam ya'khudhu 'ala yadayhi awshaka an ya'ummahum Allahu bi'iqabin minhu. Tha njerëzit kur ata të jenë në gjendje dhe ta shohin zullumçarin, dhe ta shohin atë që bën padrejtësi, dhe mos të marrin iniciativën ta denoncojnë pengimin dhe ndalimin e atij zullumçari që ai ushtron dhunën e madhe të zullumit, të gjenocidit të madh, tha le ta dinë se është shumë afër të i përfshin Allahu me dënim të madh nga ai. Dhe se kjo signalizon o vëllezër hidhrim të Allahut xhelle xhelaluhu, që të përfshin Allahu xhelle xhelaluhu me dënim, e ti të jesh nga përfaqësuesit e popullit tanë, edhe ti të lejojsh që të popullit të dënohet nga Allahu xhelle xhelaluhu. Në lusim Allahu xhelle xhelaluhu që Allahu mos të hidhrohet me ne, dhe Allahu xhelle xhelaluhu ta largon hidhrimin e tij nga ne, se me të vërtet gjendja jo nuk është në rregull o vëllezër. Dhe se duhet ndëgjuar secili njeri se fillon edhe pse jemi të mirë, por ndoshta hidhrimi i Allahut dënimi të na kaplon edhe me qenë më të mirit e botës. Vetëm se ke qëndruar ndoshta në heshtjen e atij zullumçor. Për ato vëllezër, Allahu xhelle xhelaluhu i shpalli Jusha ibn Nunin. Tha do të i dënoj, do t'i shkatërroj 40.000 nga populli yt dhe 60.000 të tjerë të cilët do t'janë nga të këqinjët. 40.000 nga njerëzit më të mirë të popullit tonë. U habit Jusha ibn Nun, o vëllezër, dhe i tha Allahu xhelle xhelaluhu, o Zoti im, tha e dim që ata të këqinjët e meritojnë dënimin dhe shkatërimin. Tha fa ma balul akhyar, e çka është çështja me këto të mirët, se këto të shkatërohen? Tha Allahu xhelle xhelaluhu i tha atij për arsye se ata nuk u hidhruan, nuk u zemruan kur isha unë i zemruar. Dhe se ato hanin dhe pinin së bashku me zullumçarin. E kjo është hidhrimi i Allahut xhelle xhelaluhu që të na kaplon të gjithëve o vëllezër. Dhe se me të vërtetë është gjendje e dhimbshme që na e shprehim si musliman, nuk jemi të kënaqur me përkrahjen e zullumit. Nuk kemi diç tjetër vetëm se të i lutemi Allahut xhelle xhelaluhu që Allahu të i shpëton muslimanët nga dora e zullumçarit. Allahu të na mbron neve nga hidhrimi i tij, e Allahu xhelle xhelaluhu të na shpëton nga dënimi i tij. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi al-ali al-a'la was-salatu was-salamu ala an-nabi al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Të nderuar vëllezër, na si musliman dhe si komunitet musliman, na nuk jemi përkrahës e as anus të një zullumit të madh të zullumçarit. Asnjëherë muslimoni jemi një ummet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që na urdhënojmë të mirë dhe ndalojmë nga e keqi, dhe denoncojmë çdo zullum e cila ushtrohet te cili do të jetë i dobët edhe të i bëhet padrejtësia atij. Dhe se kjo me të vërtetë vëllezër është çështje e cila buron nga mbrëmësia e çdo muslimon, edhe se duhet që të buron dhe mos të jetë nga ata përkrahësit me të cilët ndoshta me ndonjë shkrim të tij, me ndonjë stilolaps të tij, mund të anon nga zullumi i zullumçarëve, e të arrihet hidhrimi Allahu xhelle xhelaluhu. Janë në tregim shumë i trishtueshëm që na e tregon Sufjan al-Thauri rahimullah, vjen një robaqepës te Sufjan al-Thauri edhe e pyet Sufjan al-Thauri rahimullah këtë burr të madh, duke i thonë o imam, unë jam robaqepsi i robave të sultanave, të udhëheqësave, të prisave, a jam unë nga zullumçarët apo nga ndihmuesit e zullumçarëve? Ky e pyeti, a jam unë nga ndihmuesit e zullumçarëve? I u drejtua Sufjan al-Thauri rahimullah duke i thonë, ti je nga zullumçarët. Pse nga zullumçarët? Për arsye se është ndihmues, tha, ai i cili ta adhuron penin dhe ta adhuron gjilporën ty për me i kepër, ai është ndihmues, kurse ti në fakt je nga zullumçarët. Llogaritesh nga zullumçarët. Dhe dietarët e vëllezër të parët tonë e llogaritëshin gjithherë. Edhe nëse e jep dhe një pikë të ma të vogël në ndihmesën e zullumçarëve, llogaritesh nga ndihmuesit e zullumçarëve. Edhe nëse pregadit bojen dhe ngjyrën e shkrimit të tij, edhe nëse ja u spreh tha lapsat e tij,
llogaritësh nga ndihmuesit e zullumçarëve. Edhe se një ditë do të vjen te Allahu xhel xelaluhu, edhe do të thirrën të gjithë të njerëz, derisa tha Mekhul Dimashki. Tha do të vjen në ditën e gjykimit, do të thirr një thirrës dhe do të thotë ku janë zullumçarët dhe ndihmuesit e zullumçarëve. Dhe tha do të ngriten të gjithë, derisa nuk do të ngel edhe ai i cili ka përgatitur ngjyrën për të nënshkruar për zullumçarët. Dhe ai i cili ka sprehur lapsat për zullumçarët, tha nuk do të ngel askush, do të ngriten, e pastaj tha do të futen me një tabut nga zjarri, me një arkivol nga zjarri dhe do të hudhen zjarmin e xhehenimit. E kjo me të vërtetë se është ditë e trishtueshme, që në to jep llogaria, e ndoshta na përfshin të gjithëve. Lutim Allahun që Allahu të na shpëton nga hidhrimi i tij dhe mallkimi i tij të cilën e ka shprehur për zullumçarët. Një ashtu o vëllezër tabiu i ndershëm i madh, Tawus ibn Kaysan, shkon një ditë që ta këshillon kur takohet me prisin e muslimanëve Hisham ibn Abdul Malik, khalife i muslimanëve nga Mevit. Ai e këshillon një këshill dhe i tha: "Uhadhiruka min yawm al-adhan." Ta tërheq vorejtjen, ki dro, ki kujdes nga dita e ezanit. Hisham ibn Abdul Malik o vëllezër ju drejtua duke thonë, cila është dita e ezanit? Dita e thirrjes. Tawusi rahimullah ja recitoi ajetin Allahu xhalla xhelaluhu, fa adhana muadhdhinun bainahum al-la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Do të thirr një thirrës në ditën e gjykimit në mesin e tyre dhe të thotë mallkimi i Allahut qoftë mbi zullumçarët. Kur e ndëgjoi këtë ajet, Hisham ibn Abdul Malik i ro të fikt më një herë dhe ron pa ndjenjë. Edhe pse nuk ishte nga zullumçarët, por mos vall ka bën ndonjë padrejtësi, kur e kujtoi këtë moment i ro të fikt këto vëllezër. E si është gjendja e jonë dhe e prisave tonë dhe përfaqësuesve, të cilët përfaqësojnë umet musliman. Le që na jemi të dobët si umet, pastaj edhe dikush të del dhe të përfaqëson si për krahës i zullumit, me të vërtetë se këtë Allahu xhalla xhelaluhu e kalon një mallkim, e cila përfshin kur Allahu xhalla xhelaluhu e ceku për ushtrin e Firaunit në surët Qasas tha, ushtrin e tij e ngla Allahu xhalla xhelaluhu, wa atba'nahum fi dunya lana wa yawm al-qiyamati hum min al-maqbuhin. Ushtria e Firaunit ishin ata të cilët na ju pasuam në dunja mallkim, që të mallkohen ende në dunja, të mallkohesh si popull ende në dunja, e për në ditën e gjykimit njerëzit më të prishur të jenë ata. Allahu na ruaj. Pra të lutim Allahun xhalla xhelaluhu vëllezër, që asnjëherë mos na sprovon që së paku të jesh nga ndihmuesit, po të jemi nga ata të cilët jemi gjithherë me hakun dhe me të drejtë. Edhe të jemi nga ata të cilët gjithherë e denoncojmë zullumin edhe padrejësinë dhe lutim Allahun xhalla xhelaluhu që zullumçarin Allahu ta shkatërron. Muslimanët e shtypur, edhe ata të cilët janë duke u shfaruar Allahu xhalla xhelaluhu t'i ndihmon, se nuk ka nga kjo umet të cilët janë verbruar dhe zemrat në kanë vdekur diç tjetër vetëm se të i lutemi Allahu xhalla xhelaluhu, Allahu t'i ndihmon. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu mos na përfshin me dënimin e tij. Për arsye se Allahu xhalla xhelaluhu tha mos anoni nga zullumi i zullumçarëve, nga ata të cilët kanë bërë zullum ju kap zjarri. O Zot mos na dëno për shkak mangësive tona. Lutim Allahun xhalla xhelaluhu që Allahu ta përmirëson gjendjen tonë. Allahu xhalla xhelaluhu ti udhëzon gjithë dhe ato përfaqësues të cilët janë që përfaqësojnë umetin islam. Allahu xhalla xhelaluhu të na drejton rrugën e tij, e Allahu të na shpëton nga dënimi i tij. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa aqimus salat.